Përshëndetje, jemi në prag të ndeshjes Egnatia Dinamo, një kundërshtar që vlerësohet realisht si gjithë të tjerët. Jemi 2 javë shkëputje nga kampionati. I gjithë grupi tashmë është në dispozicion të profesorit. Betova, ne fillojmë me pyetjet e gazetarëve për trajnerin e suksesshëm të muajit, të vitit dhe të gjithë viteve të fundit e lirët e tonë. Profesor, si është atmosfera në stërvitje dhe përgatitja e Tetovës për sfidën e radhës kundër Dinamos? Përshëndetje. Para se të filloj intervistën, një urim për kombëtaren tonë, e cila në të rezultat besoj që ka ngritur peshë gjithë tifozët shqiptarë, na ka bërë krenar. Edhe herë urime. Sa i përket ndeshjes, sigurisht që kemi pas 2 javë në dispozicion. Normalisht është një ndeshje vështirë, luaj ndaj profesorit tim. Por megjithatë në kuadrin e asaj se si e shikoj unë ndeshjen, është vetëm ndeshja e 7 e kampionatit, kështu që do të vlerësohet si gjithë tjerët. Cilat janë prishmëritë e juaja dhe të lojtarëve për këtë ndeshje që ka rëndësi të madhe për sezonin? Mendoj, siç e thash, është ndeshje rrallë. Mendoj që sigurisht ndeshje që do të ketë brenda të grinj, do të ketë luftë, do të ketë spektakël, se luajnë 2 ekipe shumë të mira. Megjithatë përtej kësaj pjesës, çdo gjë tjetër do të shihet në fushën e vet. Cilat janë sfidat më të mëdha që Dinamo mund të sjellë në fushë dhe si po përgatitet skuadra për to? Nuk është se pres sfida shumë të mëdha, sepse dihet futbolli është lojë e para punës, sigurisht ka kleçkat e veta, por megjithatë në fushë pastaj ajo, siç e thash edhe më përpara, do të përshtaten me grintën dhe futbollin e shpejtë që ka Dinamo. A ka ndonjë lojtar të lënduar apo të pezulluar që do të mungojë në këtë takim? Përveç Jefferson, që tani më pas peshës me borë në vëndën timin, besoj që do të mungojë dhe pak javë, pjesa tjetër e skuadrës është e plotë. Si e vlerësoni gjendjet fizike dhe psikologjike të ekipit para këtij takimi të rëndësishëm? Mendoj që kemi pas kohën e dur për të punuar në të dyja aspektet. Mendoj që kemi një marsh tjetër, pak nga ajo që unë kërkoj për lojën e futbollit, ekipit tim, por megjithatë pritet dita nesërme për ta shfaqur. Sa e rëndësishme është kjo ndeshje për objektivat tuaja këtë sezon dhe për moralin e ekipit? Atëherë përsi është formula si vetë, çdo ndeshje është e rëndësishme dhe çdo ekip shitet si terapi. Si e shihni rivalitetin me Dinamo dhe sa ndikim ka te loja dhe motivimi i skuadrës? Atëherë dihet që Dinamo ka bërë mirë vitin e kaluar, sigurisht edhe trajneri Daja ka bërë mirë pasardhës së tij në kampionat, sigurisht ka dhënë doza të tjera kampionatit me rikthimin, por megjithatë ndikim tek ne nuk besoj që do të ketë, ne do të vazhdojmë punën tonë, vazhdojmë lojën tonë për të shkuar tek objektivat që kemi. A mendoni se Sinani mund të bëhet portier i parë i kombëtarës në ndeshjet e ardhshme? Që pyetje e vështirë, mendoj që Sinani i ka të gjitha gjasat që të jetë një portier shumë i mirë, siç e ka treguar edhe atë ndeshje me Misoje, por pastaj i takon tjerëve për të vendosur të tjetra për titullar. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit dhe juve.